Banorët e Patosit janë ngritur paraditen e kësaj të mërkure për të dytën herë në protest kundër propozimit për hartën e re territoriale, ku parashikohet shkrirja e bashkisë Patos me atë të Fierit. Protestuesit kanë kërkuar një zëri tërheqjen nga ky propozim. Ata i bëjnë thirrje kryeministrit Edi Rama që ta rishikojë projektin, duke argumentuar se Patosi është një qytet me identitet, histori dhe tradita të veçanta, teksa kërkojnë gjithashtu që përpara çdo vendimarrje të zhvillohet konsultim i gjerë me komunitetin. Duhet të bëjmë masivisht për mbrojtjen e qytetit Patosit dhe bashkisë Patosit. I themi asaj reforme që kërkohet të bëhet për shkrirjen e Patosit, jo. I bëjmë thirrje Edi Ramës të vijë të ulet të bisedojmë me anëtarët e Patosit. Ta marrë mendimin në popull. Asnjëherë se erdhëm këtu për takim. Tani projekti PSS është një gabim fatal, sidomos për qytetet që janë në zhvillim. Mazliku, ai Rama, ajo deputetja duhet të vinë këtu. Të vinë këtu të popullit të qajnë hale dhe të flasi, të dëgjojnë popullin se çfarë probleme ka Patosi. Protestuesit argumentojnë se bashkimi i Patosit me Fierin do të sillte humbjen e një sër shërbimesh, duke vështirësuar jetesën e përditshme të banorëve. Sipas tyre ekziston edhe rreziku i shkrirjes apo zhvendosjes së institucioneve, që aktualisht ofrojnë shërbime në qytet. Sa më i vogël të jetë bashkia, aq më organizim do të ketë. Më vjen keq kur dëgjoj që një bashkim me rezultate kaq të larta të shkrihet. Dhe aq më keq preteksti është sepse që nga afër bashkisë Fierit. Do ta dënojmë me forcë, me të gjitha mundësitë që kemi. Do të dalim edhe në shesh, që ne të bllokojmë edhe rrugën atje. Sa më afër bashkitë e komuna, aq që më të zgjidhme janë problemet. Sa më lart atyre zhveshja e popullit ngeli në ajër. Banorët e Patosit kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave në ditët në vijim, duke shprehur vendosmërinë për ta kundërshtuar deri në fund propozimin për bashkimin e bashkisë Patos me atë të Fierit.